Lidhja e portit detar të Vlorës me aksin transballkanike, një projekt I cili ka 3 muaj afat, ka kaluar 6 mujorin, praktikisht 2 herë më shumë afat se koha e kërkuar. Firma e cila ka fituar këtë tender, Shkëlqimi 07, jo vetëm që nuk po realizon punimet me ritme, por prej 3 javësh nuk po punon thuajse fare. Dhe për këtë arsye, rreth rrotullimit e ish-parku I tregtisë ka mbetur prej 3 javësh I pa asfaltuar. Asfalti është gryer rreth e qarkëti janë gropa të shumta dhe gjendja është lënë e njëjtë, duke mos pasur asnjë përpjekje për përmirësim. Jo vetëm mungesa e ritmeve të punës, por dhe gjendja që është lënë ky rreth rrotullim prej ditësh është kthyer në një pengesë për drejtuesit e automjeteve dhe veçanërisht për këmbësorët, të cilët gjatë intervistave të tyre për Blu Televizion tregojnë se kanë të vështirë të kalojnë në këto kushte. Sipas tyre, është e paprecedent që një firmë të veprojë në këtë mënyrë, ku prej ditësh zhduket duke lënë në mes një punë të kryer dhe duke penalizuar qytetin. Po ne presim dita ditës të asfaltohet, po nuk realizohet apo. Po vete, mos u gaboksha, mos u gaboksha, po ka I ditë, ka I ditë. Po të ratë pa njerë me këmë, të ratë ka në taka u përpyrë këma. Që këma droba, janë duke vetë si e. Nuk di që. Da asfaltuar, dile kemi pritu prej kohë, është ta është një. Por e dishte si para, po tani do pak të janë kufizuar një që këtu, po para se të beshtë të rrugimi, të bëjë nga greshtë. Gjitha duhen asfaltuar. Atë se dio. Nuk të gënjej. Tu banojnë, banojnë lartë e haza. Ka. Jo, unë jam një mosh jam mësuar me shumë shterësi, nuk hapuruan tropoj. Ka trafik, dhe mos të... Si së është problem është, po ja, do të pyesni ata që merren me këtë punë. 3 herë ka viku këtë. Raset veçanta më të krysh. Trafikus rrugët kështu janë ndërtuar. Gropa e të ngushta e dushin. Kam në drejnë në ndorë, sepse për ka ishë rrotën, I ka një tali që të drëmoj, herda kam javë që ka marrë dhe thash, do të joj lulle këtë këtu. I kështu dhe kjo të rrotulamen vetën se që nisu. Si kem në breshkës. Qa e shkjorët kjo, sa metro kadri I fund të portit qanë. Shumë. Jo këtu ku kalojnë ajo në kamve, ku erda kalova andej. Andej s'ka mërë që andej është rruguja koma se ka marruar. Se ku vjenë qytetari janë andej, do kaloj shtu jetë andej. Vlen të theksohet dhe fakti se në kantierin e ndërtimit nuk ka asnjë tabelë informuese, e cila të tregojë detaje për projektin, si afati kohor apo vlera. Madje të rezervuar tregohen dhe në dhënien e informacioneve për sa I takon përmbushjes së afateve apo kostove që ky projekt do të ketë. Pavarësisht se ka kaluar dhe 2 fishi afatit, ende ka shumë punë për të bërë. Punimet e pezulluara kanë ndikuar drejt për drejt në trafikun rrugor, I cili prej ditësh është tejet I rënduar në të gjitha akset që lidhen pikërisht me rreth rrotullimin.